Polisa, unë nuk është se po akuzoj as për ndërhyrje politike, as për asnjë gjë, por Spaku ka pasur një nga elementet e punës saj që nga janari, që i ka shpallur vetë, ka qenë edhe çështja e zgjedhjeve, apo jo, korrupsioni, ndërhyrja në zgjedhje. Ata kanë rekorde dhe nga zgjedhjet e mëparshme se si krimi organizuar ka vepruar në fushat zgjedhore dhe ka siguruar vota për kandidat apo ka caktuar kandidat. Pra, në këtë kuadër, ata kanë përshtypjen dhe tabulatet dhe përgjimet për të kuptuar shumë mirë deri ku ka shkuar lidhja e tyre me politikën. Për këtë po them që ata ndoshta, në këtë rast gjykata, jo vetëm Spaku, duhet kishin ndoshta një vëmendje më të shtuar për të mos lejuar që të vazhdojnë ndikimin në zgjedhje, siç po thuhet. Këtë drejtë se u ngriti task force, pritshmëria ishte dhe vazhdon të jetë e lartë sepse nuk është mbyllur, nuk është finalizuar, nuk është bërë raporti i punës së asaj task force që udhëhiqej nga SPAK, por që janë dhe gjithë institucionet e tjera, duke përfshirë prokurorin tjetër, policinë, shërbimin informativ, kombëtar e tjerë. KQZ-ja njëkohësisht me aq pjesa mund të ndihmojë. Dhe ky raport nuk ka dalë akoma. Kjo çështja e përgjimeve shkon. Në radhë të parë ata krimi organizuar kur është në përgjime, ose për që ka dalë është në përgjime për krim të organizuar, ndërkohë që kur përzihet me zgjedhjet e tjera, patjetër se është një plagë dhe unë thash që është një nga sfidat më të mëdha që ka Spaku për t'i dhënë fund, pavarësisht se ky krimi elektoral dhe këto që ndodhi në mënyrë recitiviste, sa ka zgjedhje në Shqipëri, përsëritet e njëjti avaz, janë zgjedhje politike, si për mendimin tim dhe vetë Spaku është një zgjedhje politike. Domethënë, nuk mundet Spaku mund të identifikoj, mund të hetojë, unë pres goditje shumë të forta dhe në këtë drejtim, nuk ka dalë asgjë, domethënë, por nuk është Spaku të forta në fushën e zgjedhjeve. Po, të krimeve zgjedhore ka material të bollshëm që kërkojnë hetimin, nuk është Spaku policia elektorale. Nuk është Spaku policia elektorale që e duam ne sot, e duam ne atë ditë, e tjerë, sepse kokat e krimit të organizuar, vetë krimi organizuar nuk shpërndan lekë, ata e kanë në vëzhgim se kanë për drogën, apo për aktivitetet të tjera, por nuk shpërndajnë vetë lekë ata, nuk janë më këto banda në kohë ku kemi qenë të dy gazetarë të Remi që të vinin i kapnin vetë njerëzit, ose i shantazhonin, ose i paguanin në emër të X politikani, kandidati apo partie. Nuk është vajo ko, janë bosa, krimi organizuar sot përbëhet nga bosa, dhe bosat nuk kapen ashtu, domethënë të ruhen te cepi i shtëpisë, sikur ai ka marrë një thes me makinë brapa makine, dhe janë dhe më të sofistikuar dhe e dim. Dhe nuk mund t'i kapësh dot në flagrancë për to. Duhet t'i kapësh duke ndjekur fijen, duke bërë një hetim të thellë në atë zonë ku ke dyshime, ku ka flamur të kuq. Ka flamur të kuq Durrësi për mua, që e ka shumë të madh për zgjedhjet elektorale. Patjetër, dhe aty fillohet gjithë lidhjet dhe dilet te këta dhe dilet dhe te politika që i përdor këta ose që është në kontratë me këta. Kështu që të presësh domethënë nga Spaku, ti vetë ke partitë që kanë njerëz në rrugë e tjerë që nuk na kanë sjellë ndonjë fakt domethënës. Nuk na kanë sjellë ndonjë fakt domethënës, kishte 100 herë më shumë 2021. Ndonjë fakt ti i kërkon llogari, nuk them ti, po politika i kërkon llogari Spaku. Kur ti ke një marrëveshje mes dy partive të mëdha, aty brenda me çfarë ka ndodhur me komisionerët. Ti ke kandidat si Aulon Kalaja, Ilir Ali Mehmeti që është sot në kolegj në kolegjin zgjedhor, ti ke kandidat të opozitës të cilëve partia e vet nuk i lejon dhe nuk ju jep atë, siç e ka ligji, domethënë që ai është i debatueshëm për të numëruar votat e veta, jo të partisë, të vetat. Aulon Kalaja të numëroj votat e veta, se ka parë kamerat dhe shikon që në shumë kuti ka diferencë të madhe. Domethënë që këta e quajnë, dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që PS-ja, numëruesit e PS-s kanë thënë ne me votat e partisë tonë do bëjmë çfarë të duam, numëruesit e kësaj PD-s kanë thënë ne me votat e kandidatëve të partisë tonë do bëjmë çfarë të duam. Dhe në fund të gjithë kanë firmosur. Tani, çfarë do bëj Spaku në këtë situatë? Këto janë probleme që i konstatoj, domethënë, të ligjit e tjerë. Çfarë do bëj Spaku në këtë situatë? Patjetër, pra, ka disa mënyra. Mënyra e parë është kjo.
ezaurojnë rrugët, nuk do kritizer, nuk do kasi, nuk do kolegji zgjedhor, nuk do pastaj çohet në gjykatë. Unë di që disa nga këta kandidat